Përfundon etapa e 4 të rrethit të 82 ciklistik të vendit. Vlorë-Kuç-Qeparoh-Himar-Vlorë gjatë 153 kilometra, një nga garat më të vështira dhe më të bukura të këtij turi, i cili nisi rreth orës 12 nga lungomare dhe përfundoi në orën 16 të ditës së njëjtë. I pari në finish ishte anglezi Callum McLeod, që arriti pas një rivaliteti të fortë deri në fund, ndërkohë rrethi ciklistik kryesohet në total tashmë nga holandezi Tom Jakmans. Në Vlorë është mbajtur edhe ceremonia e ndarjes së çmimeve. Fituesit anglez të kësaj gare ju dorëzua trofeu nga drejtuesi e klubit shumë sportësh flamurtari Elona Hasanaj. McLeod triumfoi pas një rivaliteti të fortë deri në fund të etapës. Callum McLeod, Shield Dolçini, fituesi i etapës së 4, Vlorë së bashku me presidentin e Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku. Ja dhe shampanja për fituesin e etapës së 4, Callum McLeod. Në këtë aktivitet janë ndarë çmimet edhe për fituesit e tjerë të garës së etapës së 4. Patjetër mbajtësi i fanellës së verdhë të turit të 82 ciklistik të Shqipërisë, Tom Jakmans. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku dorëzon fanellën e verdhë. Ndërkohë në podium, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, ka vlerësuar garën, por edhe zhvillimin e këtij aktiviteti në Vlorë, teksa falenderoi për organizimin Bashkinë e Vlorës. Unë do të falenderoj Bashkinë e Vlorës për këtë lloj aktiviteti, për këtë lloj organizimi, shefin e klubit Shumë Sports. Do falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit për mbështetjen që na ka bërë, Komitetin Olimpik që kemi partner. Po këtu në Vlorë unë nuk do lë pa përmendur një njeri që ngriti ciklizmin, mbasi nga koha e regjimit u largua Perlat Zhakën dhe do kisha dëshirë që të ishte, ta falenderoj se ai arriti ta bëj Vlorën duke filluar nga Bespir Banushi, nga Aldo e shumë tjerë, mos flasim për Zagon Leskajn e Muharram Mametin që ka qenë një kampion, që ka përqashuar edhe klubin e Partizanit, po dhe ekipin kombëtar. Dhe qërshia mitorë për mua është policia shtetit, dhe ta falenderoj policinë e Vlorës Qarkun, që nga polici më i thjeshtë dhe deri ke drejtori i policisë. Itinerari Vlorë-Kuç-Qeparoh-Himar-Vlorë, me gjatësi 153 kilometra, ishte një nga etapat më të vështira dhe njëkohësisht më të bukura të këtij turi.